Një marrëveshje e re tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar pritet të shpallet zyrtarisht këtë të enjte nga vetë presidenti amerikan Donald Trump. Në një postim në platformën Truth Social, Trump njoftoi se do të mbante një konferencë për shtyp në zyrën ovale, duke premtuar një marrëveshje të madhe me një vend të madh dhe të respektuar pa e përmendur drejt për drejt Britaninë. Megjithatë, reagimi i menjëhershëm i tregjeve, me paundin që u forcua ndjeshëm ndaj dollarit, la të kuptohet se marrëveshja i referohet pikërisht Londrës zyrtare. Marrëveshja në fjalë do të ishte e dyta për Britaninë brenda pak ditësh pas paktit të tregtisë së lirë që ajo firmosi me Indinë. Një zyrtar britanik konfirmoi se negociatat me Shtetet e Bashkuara kanë përparuar në mënyrë domethënëse me fokus në heqjen ose uljen e kuotave tarifore për qelikun dhe automjetet, dy sektor të rëndësishëm për ekonominë britanike. Vitin e kaluar eksporti i makinave drejt Shteteve të Bashkuara kapte vlerën e rreth 9 miliard pound, duke u renditur si eksporti më i madh britanik përtej Atlantikut. Nga ana tjetër, Britania po përpiqet të shmangë tarifën 100% paralajmëruar nga Trump për filmat e huaj një mas që mund të godasë fort industrinë e kinemas në Europë dhe përtej. Kjo lëvizje vjen në një moment kyç për marrëdhënie tregtare globale, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Kina pritet të ulen në tryez në Zvicër për të diskutuar mundësitë e zgjidhjes së luftës tregtare mes dy fuqive ekonomike botërore. Ndërsa Trump synon të forcojë pozicionin amerikan përballë Kinës, marrëveshja me Britaninë shihet si një aleancë strategjike që mund të riformsojë tregtinë transatlantike në vitet në vijim.